Tua hije të ulta, e ke fjallën vetëm për prirjen e flokëve në pjesën e poshtme të qafës, së nuk shkojnë më lart. Jo, shkojnë deri ke kocka kokës. Tu. Ajo quhet low fade. Po, që është hije ullët. Pastaj kemi një medium fade, që është deri në gjysmë, dhe skin fade, që është sipër. Zakonisht cili preferohet më shumë? Nga djemtë? Gjitha. Të gjitha? Gjitha, varet gjithmonë nga stili. Neve bazohemi, si që kemi folur edhe rrasë që kaloj, bazohet gjithmonë nga stili që ka klienti. Mirë, po, baskat edhe low fade në këtë rast, është një kombinimi modeleve që ti ke përzgjedhur, Po, është një kombinim, sepse baskatën ne mund të bëjmë tullët, mesëm ose të lartë. Në këtë rast, klienti kërkoj që ta jetë një hije ullët. Kërqë... Shojmë hijet ndërkoj që po bënë Ani. Dhe si realizon Ani këto? Është një proces që mund të bëhet në shtëpi, jo? Ka rrezik, besoj, jo? Apo do shumë precizion për të përprerje? Po. Shtëpi, unë këshilloj gjithmonë të shkosh ke profesionisti. Për çdo lloj aktiviteti. Nuk jam favor për... Mirë, base për të bërë të tilla modele, të tilla prerje, apo stilimet të ndryshme, pa dyshim që duhet të drejtohen tek profesionistët, po nëse janë prerje minimale edhe ndërhyrje minimale, mund t'i bëjnë edhe vetë në shtëpi, tani mundësit janë, pajisjet janë shumë të mira në treg. Atëre, këto duken si ndërhyrje të lehta, pak të lehta, po në vërtetë ka shumë precizion dhe nuk është vështirë që të dalit tavan si duhet që se bënë shpila, nuk je i përgatitur për me realizuar këtë prerje. Anita, bëjmë atë rotullimin njerë aty tek karrigja, që të fokusohet edhe tek kamera, se si është modeli i sherifit, i bukur, i prerë sakt, me të gjitha këndet ashtu si duhet.